Në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale kundër mjedisit, strukturat hetimore në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Elbasan dhe në drejtimin e Prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, pas një hetimi disa mujor të ndjekur me metoda speciale, finalizuan operacionin policor të koduar metalurgjiku, si rezultati i operacionit u vunë pra nga 16 shtetas, konkretisht JC 64 vjeç, shtetas korean, EF 48 vjeç, banues në Elbasan, administrator, BA 62 vjeç e B 48 vjeç, të dy banues në Elbasan, drejtor prodhimi, e B 51 vjeç, banues në Elbasan, AR 31 vjeç, shtetas indian, inxhinier drejtues teknik, RP 24 vjeç, SP 27 vjeç, DK 32 vjeç, RY 38 vjeç, MS 43 vjeç, RP 24 vjeç, të gjithë shtetas indian, PK 32 vjeç, shtetas nga Nepali, JK 63 vjeç, DG 45 vjeç, të dy banues në Elbasan, përgjegjës turni operator furre punëtor. ID 60 vjeç, shefi sektorit të mjedisit në Bashkinë Elbasan për vepra penale, shpërdorimi i detyrës dhe falsifikimi i dokumenteve. Gjithashtu u referuan materialet procedurale në prokurori dhe u shpallën në kërkim shtetasit BZ 43 vjeç, DK 54 vjeç, FM 55 vjeç, GB 48 vjeç, ASH 72 vjeç, SO 67 vjeç, IL 53 vjeç dhe AK 38 vjeç, aksioner të subjekteve tregtare për veprat penale, ndotja e ajrit, ujrave dhe tokës, fshehja e të ardhurave, punësimi i palishëm dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale kryer në bashkëpunim. Oponohet për kapjen e tyre. Nga hetimet intensive dhe inspektimet e kryera në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ka rezultuar se 2 subjekte tregtare, të cilat ushtronin aktivitet në zonën e ish metalurgjikut Bradashesh Elbasan, kanë shkelur legjislacionin mjedisor, duke ndotur ajrin, ujrat dhe tokën, si dhe duke mos respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe për punimin e mbetjeve të baterive. Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara lidhur me menaxhimin e integruar të mbetjeve, gjatë inspektimeve u vendosën masat administrative si më poshtë, 3 milion lekë për një nga subjektet dhe 10 milion lekë për subjektin tjetër, si dhe u pezulluan aktivitetet e të dy subjekteve deri në përmbushjen e kërkesave ligjore. U sekuestruan celular dhe DVR. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për veprimet mëtejshme.